kemi ligj të ri për vetë qeverisje lokale, të cilin në qoftë se e shihni është vetëm shmink, asgjë më shumë. Ne praktikisht më shumë centralizohemi se sa që decentralizohemi. Në qoftë se e merrni marrëveshjen me VMRO-n, 2 pikat kryesore janë rrugtimi jon europian dhe 2 decentralizimi. Për decentralizim fiskal asgjë bisedohet, kështu që besoj dhe shpresoj që të reflekton edhe VMRO-ja që në periudhën e ardhshme spaku të bisedojmë për një decentralizim konkret në shtetin tonë. Vazhdimisht e kemi thënë se ne nuk ishim iniciues për të tërheq balansuesin. Por ishte vendim gjykate, ne s'kishim çfarë bëjmë. Por kishim propozim ligj, të cilin bashkë me VMRO-n, me Znamin, Vleni si Vlen, edhe ne ishim atëherë Vlen, kishim premtime dhe marrëveshje që në nëntore përgatisim. Tash është maj, dhe ligji fatkeqësisht për një fjalë, për një fjali, për 2 fjalë u zgjat. Unë shpresoj që ky rast i shkuarjes tonë në opozit do ta triggeron dhe sa më shpejt kryeministri të del edhe ta promovon atë ligj që ka përgatit Zavendës kryeministri Arben Fetai, Zavendës kryeministri Izet Mexhiti dhe ekipi i ekspertëve të VMRO-s.